Kazakët atje që po pretendojnë këtu kanë drejtën e tyre dhe kanë shtëpitë e tyre nga trashëgimtarë lensin. Unë e di se këta nuk vinë kot këtu. As ne nga Velipoja që të vimë dhe të bëjmë show këtu. Na kena ardhur për një drejtë që ne e kërkojmë sot në parlament, nesër do ta kërkojmë në një institucion tjetër siç janë më të rëndësishme. Faleminderit që keni ardhur banorit e Durrësit, të Rjollit, e të gjitha vendeve të bashkona e të arrezojmë këtë shtet, se ne po na vidhen tokat, po na mysin rinin ton, se janë gjithë të hapun anë botës. Ju lutemi vetëm në drejtësi këtë shtet, se kemi ardhur para këtij parlamentit këtu. Na hapi një drejtësi, ju lutem, dilni e na jepni një shpjegim. Mos bëjmë atë që se bën kush. Ju lutem na jeni një vend të gjithë bashkë dhe nuk e lëshojmë këtë vend. Pa na dhënë një drejtësi. Nuk e lëshojmë, ju lutna, dilni dhe na jepni një drejtësi. Para gjithë dhe këtyre banorëve që janë këto. Se kemi një problem shumë të madh.